Përshëndetje të gjithëve, sot vendosim që të shkonim në plazh, mirë po pasi qëndruam 2 orë filloi edhe shiu, kështu që na u desh që të largoheshim. Këto janë pamjet e rrugës të cilat unë i kapa këtu në Itali. Qyteti ku unë ndodhem quhet qyteti i Gjenovës. Nëse po mendoni se dita më ka shkuar kot, po ju them që jo, sepse unë kisha bërë edhe planet e tjera. Motra ime kishte ditëlindjen, prandaj unë duhet të zgjidhja dhe dhuratat për të. Kështu që nuk ikëm në shtëpi, por u kthyem në qendrën tregtare Fiumara. Fiumara ndodhet në San Pierdarena këtu në Gjenova. Siç arrini ta shihni edhe nga pamjet, shiu ishte i rrëmbyeshëm. Pinte shumë shi. Ka rënë rreth gjysmore shi pa pushim. Dhe ja tek erdhëm tek Fiumara. Këto janë disa nga veshjet të cilat unë po shikoja për burrin. Blija ndonjë bluzë ose një palë jeanse. Këto ishin edhe koleksioni i ri i vjeshtës tek OVS. Ishin dalë shumë veshje të reja për dimër edhe për vjesht, natyrisht. Por unë nuk mora asnjë gjë nga këto sepse mendoj se është akoma shumë shpejt. Më pëlqyen shumë këto gjakaventot ose xhupat e lëkurës, janë kundra shiut. Mund të kompletohesh e tëra këtu së bashku me kapucin kundër shiut edhe me çadrat ngjyrë kafe dhe ngjyrë ulliri kishte. Këto janë nga koleksioni veror, të cilat ishin gjitha me ulje. Natyrisht që nuk mora asnjë gjë, sepse përderisa ra shi, nuk besoj se ditët e tjera do jenë më mirë. Jemi në fund gushtit normalisht. Kishte shumë veshje me ulje. Këto janë koleksioni i ri. Po kërkoja nëse do të gjeja një gjë të hajrit për veten time, më shumë tek jeanset. Pash këto jeanset këtu, shumë të bukura dukeshin. Edhe kjo xhaketa, mirë po kërkoja diçka tjetër. Megjithatë, bleva një dhuratë për motrën time që do t'ja tregoj pas pak. Kjo është edhe torta e ditëlindjes që unë i bleva, dhe dhurata ishte një bizhu, një orë, edhe një tufë me lule natyrisht, të kompozuar ashtu siç e doja unë, trëndafila roz. Në mbrëmje dolëm që ta festonim ditëlindjen, bëm një xhiro këtu në Arenzano, është një qytet afër Gjenovës. Bëm xhiro në këmbë edhe bëm shumë foto të bukura me motrën, dhe kishim kujtim. Hëngrëm pica. Nuk na haj diçka tjetër, ulëm për pica, ishim 10 veta dhe fatura na shkoi tek 150 euro. Por që ja blente të kalosh një kohë të bukur me familjen, ja blen çdo herë. Këto janë disa nga pamjet e rrugës të qytetit që ne vizituam në këmbë, kur po ktheheshim për në shtëpi. Dhe me që sot na zuri shiu në plazh, tham që ta provojmë ditën tjetër, të shihnim nëse do na zinte apo jo. Por jo, nuk ra shi. Shpëtuam. Këtu qëndruam rreth 5-6 orë, erdhëm që në orën 12 të drekës. Edhe koha ishte shumë e mirë për gjithë ata që bënin not ose që kishin qef dalgët e mëdhaja. Natyrisht edhe për parashutistët ishte një super kohë e mirë. Na dhuruan shfaqje gjatë gjithë kohës. Ishte shumë parashutist që bënin dhe surf në ujë. Edhe ishte një ditë shumë e bukur. Unë nuk e kam shumë qef diellin, edhe kjo ishte dita perfekte për mua. Nuk ishte as pak ftohtë, deti ishte shumë i ngrohtë. Të paktën, ditën tjetër arritëm që të bënim plazh normalisht. Dhe më pas u kthyem në shtëpi, nuk kishim çfarë të bënim tjetër për këtë ditë. Ky është edhe vlogu im, uroj t'ju ketë pëlqyer, bëni like dhe subscribe.